Sot, ku të gjejmë sot? Ku je zhduk? Faktikisht nuk jam zhduk, ndoshta prej Kosovës, ama tash për momentin po jetoj në Finland. E jam shpërngull atje që afër 6 vite, ku kam kriju familje, kam edhe një djalë 4 vjeçar. Gjithashtu punoj atje, edhe merrem me shumë aktivitetet ndryshme, me art, me muzikë, do me thonë, i përcjeli pasionet e mia, edhe gjithashtu kom fillu tash edhe me dizajn të modës me u marë. Ti je dizajnere në origjinë. Do me thonë, ajo është profesioni. Muzikën e ke pastaj pasion. Faktikisht, unë kom studiu në Kosovë për art, fushën e artit, do me thonë, grafikën e kom përfundu këto. Kështu që mund është me thonë piktore, ose... Artiste, po thonë. Artiste. Ma mirë. Një fjallë përfshihen gjitha. Po, pse shkove në Finland, çfarë të ndodhi? A është shkaku mbi emri, apo? Dashuria. Dashuria. Ajo është shkaku, po. Nuk e kisha imagjinu asnjëherë vetën që ko me përfundu me një vend si Finlanda. Po ja që e kam taku, do me thonë, partnerin, tash bashkëshortin tim, e cili është, do me thonë, finlandes dhe skocez. Okej. Edhe jemi dashuru edhe... Ku takuat? Jemi taku në Kosovë. Si ndodhi? Pse kishte ardha i këtu? A i ka ardhë këtu me një projekt, e unë kam qenë duke bo muzikë. A pesha sa e bukur është muzika, sepse takon me njerëzit ma të mirë të mëndshme. Edhe projektet të mira, se të qenë me ngu muzikë. Edhe mandej, a i ka qenë aty i ftuar dhe edhe ka ardhë me një shoqen time që ishte finlandeze. Ajo, do me thonë, ka qenë e regullt aty sa arë që unë kom pas performanca, e ajo mandej ka ardhë bashkë me të. Edhe aty jemi taku. Edhe ka qenë për atë, ka qenë dashurin shikim të parë, a unë faktikisht nuk kom qenë e interesume, sepse unë vetëm kom qenë të performu edhe nuk është se më ka raqë shumë sy. Jo. Ama pas ka qenë nata me fatë, nata fatlume, performanca ma e mire jetës. Po besoj që po. Munde me tha me plot kuptimin e fjallës që po. Tani, ke pas, do më thonë, një karrierë të ndërtuar këtu, një jetë të ndërtuar këtu, të vendosësh për të nisë një jetë të re, nuk është e lehtë. Si ishte fillimi atje, kur shkove, si u përshtate, si u ambientove? Ka qenë shumë e vështirë fillimi, kur kam shku në atje, mas 2 muaj e ka fillu korona, do me thonë. Opa, direkt mbyllje. Edhe direkt mbyllje, po na nuk kemi qenë aq të mbyllur, sa keni qenë ju këtu. Nuk kemi qenë të izolum, nuk e kemi pas me patjetër me qëndru vetëm në shtëpi. Na kemi pas mundësi... Masat kanë qenë ma të shlira, një po, do me thonë, faktikisht as maskat nuk kanë qenë mandatore, nuk është dasht me patjetër me i ngjitë. Kemi dalë, kom kalu shumë periudhë të madhe në natyrë.